Atëhere, ka plot bim përsëri që njerëzit edhe këtu në vendin ton i gjojnë pa diskutim. Për shembull, është kjo këputja ose e kujzetu në bishti i kalit, por jo ajo që bëhet në për kanale, sepse ajo ka një lëndë toksike, po ajo që bëhet në për ara, në për shpate, male, shekshu, ajo mund të futet pothuajse tek të dy çajrat, edhe te ky për rritje rezistence, edhe te ky antivirali. Tek antivirali shtojmë lulen e shtogut, ose të frutit të saj, futim këtë trëndafilin e shkëmbit. Edhe kjo është një bim me potencial të fuqishëm mikroelementësh që janë antivirale dhe ne kemi provuar, është e mrekullueshme. Tjetër, kjo trëndafili shkëmbit mund të kërkohet me këtë emrin shkencor, Cistus incanus. Se mos thot në njëri qa është kjo. E shkruajmë ose trëndafili shkëmbor, ose Cistus incanus, dhe del ajo bima që rritet pothuajse në gjithë zonën e ulësirës bregdetare. Në disa zona i thonë kjo bari breshkës, se është e vogël si gëmush edhe fshihen shumë breshkat në të, pra është tamam si një hotel për breshkat. Edhe kjo si kur është e rëndësishme, pra si kombinim, është i rëndësishme për të rritur imunitetin, apo mund të luftoj edhe virozën? Kjo është drejt për së drejti për të vrarë, si thuash, atë ngarkesë bakteriale që është futur në organizmin tonë. Mundet që të përmendim këtu edhe këtë lulen e blirit, që është zbutse, mund të fusim edhe pak lëkura të dushku, të lisit. Edhe këto kanë mucilagje, kanë pektina, kanë zbuca, të cilat edhe rënja e mëllagës. Pra edhe rënja e mëllagës kanë zbuca, kanë pektina, kanë mucilagje, të cilat edhe bëjnë që edhe virusi, si kur të kapi, mos të ta shpërsoj fytin, mos të kesh atë shkallë djegje që e ke, si të thuash, pak të mbrojtësat natural, ndërsa lulja e shtogut dhe ky trëndafili shkëmbit bëjnë një mrekulli në organizmin tonë. Si thuash, këto viruset futen në organizmin tonë si një gjë jo e gjallë. Ajo bëhet e gjallë kur ajo mbështjellja e saj replikon me këto qelizat dhe ju merr atyre, do më thënë i gënjen ato, hiqet sikur është e vetë trupit të tyre dhe kërkon që të marrin nga kjo atë serumin e gjakut. Atëre, ky trëndafili shkëmbor çfarë bën? Ja shkatëron këtë mbështjelljen këtij virusi dhe e atrofizon atë. Pra, këtë të mirë na bën lulja e shtogut dhe ky trëndafili shkëmbor. Si thuash, nëse na hyn 1 milion, po e quajmë, unë e zmadhova, ose edhe 100.000, ose edhe 100, po të hyn 100 grimca të vogla, të cilat ato më vonë shumë fishohen me shpejtësi, maksimumi një pjesë të mirë të tyre, ky Cistus incanus, lulja e shtogut, harrin që ti bëj, si thuash, të shkatëruara. Ti bëj të pa dëmshme për organizmin e njeriut. Ndërkohë, nga ana tjetër, shpesh herë kemi dëgjuar dhe e kemi provuar edhe unë personalisht për shembull, avullin me dafin. Pra që të paktën më ka dhënë një lloj ndihme personalisht, por edhe në njerëz të tjerë kam dëgjuar. Sa e këshillueshme është sipas jush të bësh avull me dafin dhe a ka mënyra të tjera për të bërë avull mbase me lule të tjera ose diçka mbase që ne nuk mund ta dimë që mund të jetë edhe më efikase ose një kombinim? Po, është përdorur një bimë zbukuruese e cila është, në themi, 20-30 metra lartësi. Është ky ekualipsi, që shikojmë edhe për të mbrojtur në disa vende, për të mbrojtur atë serën nga era e forte, kështu me radhë. Pra, kjo bimë ka në brendësi të atyre gjetheve që janë si gjethe ulliri, po të gjata, ekualiptolin. Dhe kjo substancë kimike i zgjeron këto rrugët e sipërme të frymarrjes, të cilat ngushtohen, i zgjeron më së miri dhe më shumë se sa gjetja e dafinës. Nuk është e keqe edhe gjetja e dafinës, ka këto zbutësat e vetë,